Në tregun e fruta perimeve në Gjirokastër, gjatë këtyre ditëve është vërejtur një rritje e ndjeshme e çmimeve të produkteve ushqimore. Qytetarët shprehen se këto janë bërë të papërballueshme për ta, duke rritur shpenzimet dhe duke i detyruar të ulin konsumin. Bleva vezë me 400, më shtrenjtë nga Greqia, edhe ullinj, edhe portokallet, unë i marr me 50 cent, kurse këtu janë më të shtrenjta, me rrogën që marrin këtu, jeta është më e shtrenjtë. Po domate, specat? Shumë të shtrenjta, 3 gjysmë, kastraveca, 4 kastraveca, 2 euro, të mëdha. Ose dhe ande të shtrenjta janë, me rrogën që marrin këta këtu, është jeta më e shtrenjtë. Nuk e di si dalin pensionistat gjina. Nga ana tjetër, tregtarët shprehen se rritja e çmimit nuk varet nga ta, por lidhet me furnizimin dhe kostot e transportit, të cilat janë në rritje. Ata theksojnë se edhe për ta situata është bërë e vështirë, pasi rënja e fuqisë blerëse po ndikon drejt për së drejti në shitje. Domati është ngritur shumë, sallatori pak, kurse të tjera një çmim si që kanë qenë janë. Domatja ka qenë deri në 2.000-2.500, tani ka vajtur 3.500 dhe 4.000 domatja më e mirë. Ulja njësoj ka qenë si për para dhe tani nuk ka ndonjë fushedi. Dhe tani që shko festa, sa festa që janë bërë nuk ka ndonjë blerje të, si të thuash, të kënaqesh. Gjëra të vogla. Produktet bio i preferojnë më mirë që këto të fshatit. Dhe ato që vinë nga Fieri nga Lushnja të shtrinta janë. Në çmenduri është domatja. Domatja është 3.000 lekë, 3 e pak. Ne preferojmë, po s'ka fuqi blerëse, shqip. Nuk ka fuqi blerëse. Se nuk janë oca çmime. Këto kanë qenë vjet, par vjet, të paktën çka mund që shes, këto kanë qenë. Vendasit marrin 2 tufa sot, ti kemi deri për të dielën. Në këto kushte, tregu mbetet i mbushur me produkte, por gjithmonë e me më pak blerës.